Dështimi është sukses në progres, thoshte Einsteini. Edhe më vjen mirë që kolegët e listave të mbyllura të Partisë Demokratike nuk e kanë humbur entuziazmin. Më vjen mirë që jeni plot hare, plot qeshje në qeshje, sepse me që Flamuri i ka qef thënjet e mençura, edhe që i përdor shpesh, si që thoshte Winston Churchill Flamur, ju jeni ata që shkoni nga dështimi në dështim pa humbur entuziazmin. Edhe kjo është gjë e mirë, sepse në fakt humori është bekimi më i madh i njerëzimit dhe këta, jo ti profesor, po të tjerët aty, këta shkojnë nga humbja në humbje, por pas çdo humbje u rritet entuziazmi dhe kjo është gjë e mirë. Është dhe e shëndetshme dhe të shton dhe jetën. Dhe uroj t'ju shtohet jeta, sepse në fundit jemi vëllezër shqiptar, por besoj që her pas here na duhet t'ua përsërisim. T'ua përsërisim e t'ua themi përsëri. Mos kujtoni që i merrni shqiptarët për budallënj. Mos kujtoni që shqiptarët nuk e din se në këtë vend Sali Berisha nuk ka fituar asnjëherë zgjedhje dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ju ka mundur dhe këtu t'ju kujtoj që ju kemi mundur të paktën në vota, jo në mandate, edhe në 2005, edhe në 2009. Për ata që nuk e din, edhe në 2005 dhe 2009 Partia Socialiste e Shqipërisë si subjekt zgjedhor ka marrë më shumë vota se Partia Demokratike. Dhe pastaj nga 2013 ju kemi mundur çdo vit e më thellë. 2013, në 2017 shtuam 50.000 vota, pastaj në 2021 shtuam edhe 20.000 vota tjera, dhe për të ardhur në një rezultat historik, si që është ai 2025-ës, me 856.177 vota. Dhe unë e kuptoj që ju problemin nuk e keni me ne. U a thash pak më parë, ju problemin e keni se në 2025 keni marrë më pak vota se në 2021. Edhe pse futët brenda vetes, edhe ç'kishte mbetur nga kockat e Babalikes,